S'ka flet për ta, se ta ja kam nu që shtojnë kapokën që kjo qeveri që 7 vjetës. Indikacionet para shkoha e zgjedhjeve, indikacionet që janë që ato jepen për përfitim votash. Përshëndetje, nderuar. Përshëndetje. Si e pritni vendimin e dhënieve 100 euro tash për sektorin privat, edhe për fëmijët, edhe për pensionerat? Po i vëlloj, kur që këto janë vitra, se s'mi prit kur që, këto vitre, që këto një pas mi pritun, si në konë kërkojna, as qeveris, as në konë tëna, mundimi jo në konë të, pare tëna e. Apo mendon se këtu pore janë vetëm si një ndihmë e vogël veç për fest, apo është edhe për një përrohje ma tej? Jo, do mire fole që atë fjorte, veç për një avon votën qeverive. Po flitet edhe të qytetarë se është kjo një blerje e votave. Miro, që e fjale jutë, qatë fjallë po ta me folës, s'ka flet për ta, se ta ja kam nu që shtojnë kapokën që kjo qeveri që 7 vjetë, se sem kjo të zotit s'ka kry punë. Vesh, për popull tonë, për ty edhe për ty vlenë kjo, s'ka lirë se e risë, se ki 1.000 euro rrugën, nështë e ki 2.000, së më interesant, po e ka qitë popullin, se do mos në dëgojtë. S'ka kur gjabitina. A është kjo ndihmë e mirë për qytetarët? Jo, kjo hesh sa bile s'ja vlen, hesh duhet me na rrit penzijat, se penzijat i kemi basë mirë, 200 euro i marë, a 28 vjetë këm punu në tekstil. 28 vjetë me 200 euro. Për vetëm edhe këtë shukin tënë. A, këj po. Qëfar mendimi e ki qytetarë? Që sa e kryme, Allah. A është e nevojshme kjo që e kanë propozu tash këtë mendimin për dhënien e... Nevojshme, është sigurisht që është e nevojshme, po jo në këtë mënyrë. Duhet rritja të marrë në bazën e pensionit. Jetë merët që tash 100 euro dhe mos përmenet, mas 4 vjetë ku bëhen zgjedhje e tjera, s'përmenet më kur gjë. Ato duhet rritën në bazë pensionit dhe me muj për muj. A shfrytëzojnë qytetarët veç për vota tash me këtu? Indikacionet para shkoha e zgjedhjeve, indikacionet që janë që ato jepen për përfitim votash. A është aso qytetarët le ta kuptojnë vetë, dhe le ta morën ta vetë, se si e morën ata, këtë farë rritje tashti ose këtë farë dhënje, se shpërblim për votë. Pas këtyne dhënjeve, a mendon se qytetarët do të kthehen ka pozita tash që është aktuale? Shqaja është një çështje e qytetarëve, unë nuk muj me thonë qytetarët kthehen këneja, kthehen anej. Unë sinqerisht po thonë që gjithmonë kam qenë votuesi Albin Kurti, nuk e maj. Po kjo mënyrë e veprimit, këtë mënyrë nuk i përkon asnjë qeverisë, asnjë personi që merret me detyrat e shtetit. Kjo mënyrë e dhënies së parave është për mua është pa kuptim. Ka kuptimin e vet, por për të qytetarit e pensionistit me shku edhe me vlet diçka është e panevojshme kështu. A do ta përkrash tash përsëri pas këtij vendimit që ka marrë? Ajo është punë për mua, se nuk bëhet pyetja ato, se e din edhe ju që nuk bëhet ajo pyetje, se secili ka drejtën e vetë kushtetuese, ka në mendon, ka që mendon. Unë po mendoj që nuk ka bon sa duhet për të 4-5 vjetë, jo për 6 vjetë, po edhe ata tjerë nuk ka ndonjë farë programe ose ndonjë preferencë madhe se do të bëjnë kujnë ditë shka. Kosova është shumë kesh, i duhet shumë njerëz të aftë, sinqert, të marrë me përgjegjësi punën e udhëheqjes së shtetit, edhe duhet punojnë. Por merren me gjithë këto kacafytje, do të thotë se ata nuk janë fort për të mirën e shtetit, asnjë as tjetër as kërkush.